Kush kandidon për kryeministër, kandidat për kryeministër aktualisht? S'ka dosh me në Bedria se ka qitë kërkosh. Bedria... Ka dole, se si e ti PDK-ja, se më ka fuli me ty përse të lëndem. A këni nga herë të thonë Bedria? Që kjo përgjallë është njëjtë si s'ka opozitë. Si me thonë që tash me full për zgjedhjet kryetarit. Me zgjedhja e mu po më duket që është fushate... Unë menoj që është organizimi dopt opozitor, sepse vota lokale e PDK-s, është Mitrovica, Ferizoj, Prizreni. Drenica gjithashtu. Pa tjetër Drenica, do më thonë është... Po që kjo Farbazeni, nëjse si karaktere lokal, Bedria, ky Agimi, Tulej. Që që kam në i përgjë? Tutaj. Edhe Drenica. Gjatë Memlit, kryetarllakut Memlit, u polarizu Drenica, a ka mujtë mu zidhë, unë me ne që ka mujtë mu zidhë, unë me ne që ka bëjmë e kanë lujtë, sepse në fund kalzojnë kur të shesh rezultatin, ti dhush që ka bone e morë që... Nuk është e vërtet vishë gjatë aty Buzhaj, edhe të Kadria u kone polarizu me Drenica. Shumë kesë edhe pi Kadris. Po anë regull, po veç Hashimi ka mujtë me menaxhu këta, tash ai Hashimi më bërgë, tash qa me bo mirë... Unë e këm folë, në 2019 e kena diskutu Kadrin, unë e më talëzoj që ka kanë po këta, pëse është e dopë si opozit, sepse mundësi kanë pos. Edhe mundësi kanë... Qa kanë pos, me alëshu, kujna me alëshu? Po si e për ti PDK-ja s'di pse e kam bru, po të ves ty, qysh me alëshu, qysh me ndrejq, sepse ka thonë... Me alë s'ka kryetare në Badihove, jam këtu edhe bëni qatë... Jo, mërë jep dërheqje se të mujtin Drenicë. Pse të mujtin Drenicë? Pse? Pse Samin s'mujti me mujt Bekim Jashari, kur i dul Bekim Jashari në Drenicë, e mujti. Zje Drenas janë konë për kryetare? Për shka? Po të referendum se kjo thejke na mujnë Ramizin, apo? Po së një ndrujnë na kryetar, dhe me onë së një ndrujnë. Po jo, se ato që se një... As PDK-ja së një ndrujnë, kryetar qari teket një shefit partijës dykën. A menon që për PDK... A i teket Drenas, a i teket... Apo lene vlatë foli. Po si kam lenë, se ma nena ti folë. Unë menoj që Drenica si lokacion, si teritor, si geografi, si rekord politik, është i PDK-s. Si me thonë, është sigur që është për CDU në Bavaria, dhe me thonë, me hup, aty me hup, është humbje madhe. Pra, kur ti e përgjismën, pa ma së më bërë bre, si kam lërë me përvëndu, dhe me thonë, si e kam folën over me, dhe me thonë. A ishka të ku rritë, pra. Se orane ko vota so, drenase se mëraj bashk. E pse stuti, sa mirë që rritë katë shumë, këtë për këtë thëjnë, kjo, që ishë thëjnë, kuller, ndërsa aj dhët me dalë tash se pas ka marë Ramizin me votat vetëvendosjes tash me najtë gjithë një kryetar. Po që kjo logik e të pëtëndë, me thonë. Se Orani e ka rritë e vërtet, po e kanë zonë venin e tretë. Se këtë e konë zjedje, po ka rritë. Arish Penina të e shoh, 30.000, kur në Dardani s'ka fitu PDK-ja në histori të Republikës AS për 99. Vishta përfundon për ona. Po s'po mblenë se po full për mi. Po s'ko gojnë, dhe më thonë, s'ko gojnë, po vështem të përfundoj, ma nejti me rëfjallën, dhe më thonë, kur ti si kryetari PDK-s, thush, e shtin bastin, thush, kena me hek Ramizin, edhe pse s'ko në justifiku me mirë, unë e këm pos polemikat e mija me Ramizin, edhe kam e vazhdu me pos, dhe më thonë, largimi e Ramizin, sepse Drenica e ka një farë karakteri, dhe më thonë, përveç politik, e ka dhe një farloj historie politike me PDK-n, kur krejt Kosova ka braktis PDK-n, që ta e ka mojt Shtimja, Drenica edhe Kaçaniku. Tash, ti pe shtim bastin tonë, pe hek një kryetar të komunës, që o konë të i fitu, edhe pëthush, jo ti, që këtë tjetër, edhe kena me të mujtë, nuk o konë gara ati idealit me Ramizin, o konë gara kryesis me Ramizin, sepse a idealis kish mujtë me thonë, po hion e kundër Ramizin. Kryesia ka vendus, kryesia PDK-s ka vendus me hek Ramizin për qatyrit. O kërë vendimi kryesis, kër i kanë kandidu kryetarët e komunave, është votun kryesit partis me hek Ramizin. Cële është përgjithësia që soj, kryesie, për që to që hupet garën që atje. Dhe me thonë, është një përgjithësi që është duke mu marë që të. Pra, nuk mund është kërkush më më thonë, se prapo këthejna, kër ka qitë Samil Ushtaku Kapuqin garë me Bekim Jasharin, midis Skenderajt, o kanë shumë brutale si kur që kjetë që të. Edhe e mujti Bekim Jasharin. Ti me Emli Krasniqi, Abelardi, kush do qeni ju, e hupt garën në Drenis me Ramiz Ladrovcit. Tash qka, me votat vetëvendosjes? Që me votat vetëvendosjes. Ti ke mujt mi pas, që kjo Ramiz Ladrovcit në Skenderajt, në Drenas ti ka pru ty 22.000 vota, ma shumë se Skenderajt.
Jo mi ka të rinjë votën e opozitës, 5.800 vote e konë gjithë opozita të pushon. Zgjedhjet parlamentare ka marrë 22.000. Drenose veç një komun. Jo, 20, për mi 20. Drenose veç një Për mi 20 i ka po. e cila ka humë zgjedhje mrena trupit vetë. Se aty s'ka pos partit fort, Ramiz dhe konë opozit, i ka fitu zgjedhje të urimi kufë. Oke, jo, që po Oferizohi, o Prizreni, o Prishtina, që ka 5 vota ma shumë. a munën mi tash, Berati po thot, që a mundet më të toleru, ose a kanë luksin partit politike, mi toleru gabimet e kryetarëve. Valoni foli për LDK, Berati foli për PDK. Pra, si ideja është, a mundet që kjo opozit, mas pari, me bo një shumic tjetër jashtë kurtit, edhe dyta, nëse shkojmë zgjedhje, a mundet me mbujt kurtit. Pra, sidomos nëse i shohim që ka ndodhë zgjedhje lokale. Pra, Gjaferi, Ramizi, Aj, Ky, këtë që ka ndodhë, a munën me dalë zgjedhje edhe më përballë fuqishëm me një Albin Kurti, i cili 9 muaj e mon vendin, pra pa institucione, edhe në fund hynë në zgjedhje, a munët sërish ai me dalë i pari, me diferencë modë për i votav edhe atëherë. E kujtë është përgjësia nëse, Valën, pra, e kujtë është përgjësia nëse, për shamu, Kurti ta mon vendin 9 muaj zvarë, për interesat veta, për me majtë një qeveri të përkëshme i legale. Nëse hynë në zgjedhje dhe opozita, edhe hupin prap, për shamë. Dhe i kur munët, pra elektoratit të në, se jo na, dhe i kur munën mi të liru, pra, qëtë estabilishment aktual. Qëre, mas pari, kjo është pyetje, besoj që edhe ata vete bojnë membri, edhe lëmiri e shtrojnë vetë ka pas të pyetje. Unë për ta japë ty një përgjigje shumë shpejt, thjesht. Unë mendoj që midis valut, unë për informatove që i kam, unë mendoj që me këto punë e kanë lorë më morë mas balutajit. Edhe për deke, ja? Me cire? Me punën e kryen ngritjeve të brendshme, që sojna duhet me japë, dorëheqja që duhet me japë. Për përgjigja të parën, dytën. E dyta, dejmë balutajt s'ko, nuk ka kur farë vlerësimi për këto gojlet e do si Shqiponja që ju jep ushqema të s'ka nevoj me nejtë linë, nëse kanë ata interes, mas me full dhe në balutajt, gazetorë se kanë këtë gojlet. Që kanë dalë për grupeve të interesit sene. Një formulë, për dhe këtë një dhe këtë. Qaja formulë? Qaja formulë është e vetë, një që mune në rëzën Albin Kurti nëse për dhe i kanë mërëzu. Për tëna domeve që i kanë bo, për tëna sankcioneve, izolimeve, blokatat që i kemi. Nuk është asë memli, se përshojmë në zedhe, nuk është asë abdigjiku. Po bashkë, po, edhe me qëta alja që i kanë, na jakë, na i parti tjetër të vëgën që dhe gjithka me particë një sërbe, po pse jo edhe me sërbskës. Se une, për shamull, që për thëtë Batoni, këta së do të me posë frikë me hi që të shantajën e shqiptarizmit që pja vënë vetë vendosja që sërbësa së eksiston këto. A krina i mi mu zafull gjithë ditën e lume në telefon me ta. Apo këpëtan? Kjo është një kurs që nashta partitë e opozitore në ra, që unë mendoj që këta ishtë dosh me posë. Po këto se kanë ta bagazhin, e që që kanë për shamull ata të luftës ose këta tjerë që mund me po malet nashta se gjerata e ri e politikanve. Edhe se ishtë dosh me ra prej e që ati shantajë shqiptarizmit patriotik që pja bënë vetë vendosja. Nëse nuk mënën këta, masi ti balotojë. Ata veç t'il nuk janë. E për tash une që ata më të përta qëre, këta duhet me maru qatë fotografin, mi ka dhu njëzë kushë pëzit. Nuk ka balon të frymë. Une besoj që kanë interes shumë me mëri këto, edhe une besoj që janë ofër mas ty në zjevë. Qëre, Mitrovicën janë gjasat reale me fitu për dhe këja. Prishtinën janë gjasat reale me huvë vetë vendosja. Pse po tu? Po menoj që janë, edhe për shkak të janë një preordin e votusit PDK-s, dhe me onë është e fështirë. Në vësht 3, që është e pakryme, është PDK-ja favorit. Prizrenë PDK-ja favorit, Prishtinë mund do të rrjedhimisht i bjerë LDK-ja, në Gjiljanë është vetë vendosja, po, favorite, në Pejë është LDK-ja, po, do me honë Albin Kurti i hupe dhe zhjetë lokale. Edhe me që trend, pa qeveri, dhe i dilën se na përshojmë që s'ka, unë e mene që kryot një frym, e shoj njerëz, se më du pasaj me do të pak që këtë unë e mene që kjo formula, veç hashën thotë që më në rëzën Albin Kurti nuk kur të këthihet, për dryshe, ja, pa, edhe gjerohat e prushtë ata ndjekin një deklarat interesante të Lumirit në debatës që ka dhonë në lidhje me Gjafer Tahiri.
Su s'ma ka marrë menje që shkon, se ajo zhdash me shku atje mi thonë, o që qanë, ku e ki kryetarin tëndë? Jo dhe se kam. E pse se ki? Su pajtu me këtë punë, me thonë, ka dalë se zbot, kjo farë punë e kështu. Se cili njeri që e shtrin qafën, për një kryetar tjetër partije, për një temë që s'është e tina fare, këtë tjetëri që shkon, kjo ma bit, unë nuk e mendoj vetën me hyp kjerrit, me shku me një dek, me ullë me kandidatin e një partije tjetër, me nejtë mrapa të zgërdhi, edhe me konsideru si marrëveshje valide, se së më vynë gjoja marrëveshje. Okej. Deklaratë fort. Deklaratë sa. Edhe që të tregon përfundimisht do thotë që... Ta më ka pas spekulime që jo Lumiri ka pas... E ka dhënë miratimin jo fnej. Pra, nëse ja ke dhënë miratimin, s'kesh folë qështu. Jo, më shfort. Pra, kështu që gjasat janë që ajo çfarë komendohet me Xhafer Tahiri, komendohet për jashtimit ti. Pra, edhe... Ajo po del që ajo ka bo për puro për interesat veta, shpreson me zgjedhjet e ardhshme me u fut në listë për kandidat për deputet. Kjo nëse s'gaboj është të jafër me vjusë. Pra që të dy këshilltarë të fatmirë si idiot. Po, zotë në arroj që kjo me pas këshilltarë, po si do quftë. Dhe më thonë, mas shumë tjerë. Su konë kryesor. Qëta ka shkenë kështetur? Muhameti një konë kryesor. Edhe si jo kryesor, dhe më thonë, me që dhe atë. Dvynë me të që. Po, Lumiri, problemin më të madhe ka me, dhe më thonë, me formësu, me bo LDK-n, e posaçërisht pas braktisje saj nga vjusa e cila ka komunikime me njerës aty mërë. Dhe më thonë, unë e menoj që problemi ma i madhi i Lumirit për momentin as nuk është PDK-ja, as nuk është Albini, është vjusa. Problemi i LDK-s është. I LDK-s, po, i LDK-s. Vjusa, e cila i mon komunikim, dhe më thonë, i mon i josh, si më thonë, ka litrojës të LDK-ja. Se, adin, se kërkush në LDK, kur do një justifiku në i farë bashkëpunimi eventual me vetëvendosjen, nëse më shefen mas vjosës më arrit, nuk e shojnë shumë trahtit madhe. Demek, se vjosa edhe ma tutje vazhdojnë me dalë personi ma popullor